duan të kalojnë pa debat, pa pyetje, pa llogaridhënie, raportimet e institucioneve të drejtësisë dhe dëshironin të vendosin sot standardin e ri të pandollur në 34 vite të Kuvendit të Shqipërisë, që institucionet vinë dhe deputetët nuk kanë të drejtë të shpjegojnë në transparencë qytetarëve pyetjet që kanë ndaj institucioneve. Kjo ishte arsyeja pse ne reaguam dhe do të reagojmë gjithmonë sa herë të shkelet kushtetuta dhe rregulloria e Kuvendit, sa herë të shkelen të drejtat e deputetëve. Sigurisht masat e disiplinore që jep klouni Taulant Ballës, që kanë ullur të karrigja e kryetarit Kuvendit, kur s'ka pas Kuvendi i Shqipërisë kryetar më të paaft në këto 35 vjet, një njeri që nuk i qëndron asnjë fjale, asnjë rregulli, është i verbër ndaj urdhrave politik, jo të Edi Ramës. Se urdhrave politik të Edi Ramës kemi parë dhe kryetarët paraardhës të Kuvendit. Por ky është i nivelit që zbaton urdhrat e Taulant Ballës. Dhe skenari i përjashtimit opozitës nga seanca, siç u thash edhe gjatë mbledhjes, ishte ndërtuar patjetër, ishte ndërtuar shumë kohë përpara se Niko Klouni të dilte për ta shpallë në seancën plenare. Gabimisht Taulant Balla, në vend që të shkruante tek grupi parlamentar i PS-s në WhatsApp, ngatharron grup dhe shkruan te grupi i konferencës së kryetarëve në Kuvend dhe urdhëron gjithë drejtuesit e komisioneve të veta që të kujdesen për të sjellë menjëherë në sallë deputetët e Partisë Socialiste, sepse skenari ishte ndërtuar që do ndërprisnin debatin, se s'duan debat as për ligjin e mbetjeve, se s'duhet flasin për 430 milion euro që i kanë vjedhur si një bandë kriminale me inceneratorët, dhe duan ta shndrojnë Kuvendin në Memec. Ta harrojnë që mund ta nënshtrojnë Kuvendin, mund të nënshtrojnë deputetët e opozitës, mund të shkallmojnë kushtetuton dhe rregulloren e Kuvendit. Le të vazhdojnë me skenarin, ne do të reagojmë në çdo seancë. Sa herë të shkelet rregulloria e Kuvendit, ne do të reagojmë. Le të shkojnë tek skenari që në Kuvend s'ka më debat, dhe ta marrë vesh të gjithë bota që ky është Kuvendi i Shqipërisë, vendit që pretendon se do antarësohet në Bashkimin Evropian në vitin 2030.